Bashkimi Evropian dërgoi mesazhin se dyert mbeten të hapura për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Mesazhet u dërguan nga seanca e Këshillit për çështjet e jashtme të Bashkimit Evropian e mbajtur në Bruksel, në të cilën mori pjesë edhe ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski. Por kënaqësia më e madhe është për Malin e Zi, i cili sipas Brukselit është në milimetra nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Lajme të mira morën edhe Maqedonia dhe Shqipëria. Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos njoftoi se në periudhën e ardhshme do të paguhen para nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. And on the growth plan implementation it's running well, and in the next day we will disburse close to 200 million for Montenegro, Albania and Montenegro. Kos theksoi se sapo vendet i përmbushin kushtet, atë do ta bëjë edhe Unioni. Para nuk morën Serbia, Kosova dhe Bosnja-Hercegovina. I kënaqur nga takimet në Bruksel ishte edhe ministri i punëve të jashtme Timço Mucunski. Ai theksoi se Maqedonia mbetet plotësisht e harmonizuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, por bëri me dije se kërkesat e shtetit ndaj Brukselit janë të shumëllojshme. First, we need to depart from bilateralization of accession criteria, but we also need to engage on other core issues that are not related to enlargement per se. And here we refer to security and defense, which is crucial. Sipas Mucunskit, Bashkimi Evropian duhet i kushtoj vëmendje më të madhe çështjeve që lidhen me ekonominë, tregtinë, sigurinë energjetike, ushqimin dhe digitalizimin, tema që po bëhen gjithnjë më të rëndësishme si për rajonin, ashtu edhe për Unionin.